shqiptar ndeshjen e kombëtares me Polonin dhe humbjen 2-1 në Varshavë. Si mund të cilësojmë fat apo pjekuri të munguar? Çfarë ishte ajo që na hoqi mundësinë të provonin shijen në një finale për të shkuar në botrorin e futbollit? Ndeshja me Polonin do të bëhet me ngjatë për shumë arsye, por mbi të gjitha sepse e kishim në dorë. E kishim në dorë me rastet e humbura, me lojën jo bindëse të kundërshtarit dhe me një mundësi që ndoshta nuk do na vi kaq lehtë në të ardhmen. Por nga ana tjetër është edhe Kosova, dhe ndoshta për herë të parë ne u gëzuam se kemi dy shtete shqiptare në futboll, sepse nëse Shqipëria humbi shansin e saj, Kosova fitoi dhe tashmë do të luajë në shtëpi ndaj Turqisë për të mbajtur gjallë ëndrrën. Për të gjitha këto emocione, analiza që la pas ndeshja me Polonin, do të lidhemi tani me Skocin, ku na pret ish lojtari i njohur i kombëtarës shqiptare, kapiteni Rudi Vata. Zoti Vata, kënaqësi që jeni pjesë e ditarit të fundjavës për të folur për një çështje që përmenda në hyrje goxha emocionuese për qytetarët shqiptar, pasi ditën e njëjtë ata që mundodheshin fizikisht në Shqipëri me mendje ishin në Varshavë, në Poloni, duke ndjekur ndeshjen e kombëtarës. Si keni përjetuar, më themi, këto emocione, cili është, më themi, komenti i parë juaj mbi ndeshjen? Shiko, si çdo shqiptar tjetër, e kena përjetuar ndeshjen me shumë emocion, edhe kena marrë një goditje, domethënë jena tërëndit për vetë faktin sepse ishim në ato nivele si që ishte dhe Polonia dhe ndeshja u humb për gabimeve tona, po jo për meritës të polakëve. Edhe sigurisht që edhe tifozat që kanë bërë gjithë ato kilometra dhe kanë marrë rrugën për Poloni, kanë marrë edhe ato një goditje të tillë, kanë folur me shumë tifoza dhe më kanë thënë që emocionalisht kanë shkatruar, sepse kanë pa dhe kanë kuptuar gjatë ndeshjes që mund ta fitonin këtë ndeshje. Po në fundit rezultati ka qenë shkënjys dhe ka qenë një shkënjim marrë kombëtar, mund të thona, por futbolli është i tillë. Momentet që ti nuk shfrytëzon mundësitë dhe ato oportunitetet që t'i japen, kundërshtari i ka ato dy lojtarë cilësor, pra dy lojtarë që ka Polonia, si Lewandowski, si Zelinski. Dy momente shfrytëzuan dhe shënuan 2 gola për të fituar ndeshjen, ishte mjaftueshëm për to. Ne shpërdoruam shumë, toleruam në rastet e humbura, duhet shumë gjana mund të na kallajmë me fol. Unë e di që në futboll gjaja më e vështirë që është me bashkë me shënuar gol. Edhe shënuar gol të parë, ndoshta pa meritën tonë, sepse ishte edhe një dhuratë që qëndronoi si polak. Por ajo që më bën mua unike që është sepse mas pjesë parë, domethënë me rezultatin 1-0 në fushën kundërshtare, trajneri polak guxon me kthy ndeshjen duke futur në fushë një 17 vjeçar, i cili normalisht dhe nga ky moment që një 17 vjeçar pa eksperiencë mjaftueshme këto nivele i besohet me kthy ndeshjen, mendoj që këtu ishte dashme e shfrytzuar më shumë momentin e ekipi jon, edhe në aspektin psikologjik, sepse vetë një 17 vjeçar pa eksperiencë, pra nuk është një Lamala, një Messi i cili futet, por kjo tregon që guximi nga një herë të bën edhe me mrit diçka që pak njerëz mund besojnë që ato me një 17 vjeçar 45 minuta në disavantazh arrin ta kthejnë ndeshjen thjesht pa dy individualiteteve të cilët nuk ishin ditën më të mirë, por shfrytzuan dy mundësi që u dhanë nga gabimet tona në mbrojtje. Kapiten, ju përmendën me drejtë që gjëja më e vështirë në futboll është të shënosh gol. Por është një gjë të shënosh golin, një gjë të ngresh skemën për të shënuar golin, për dalë vetëm për vetëm me portierin. Në të dyja rastet e humbura, ishte një dhuratë nga, më themi, ekipi kundërshtar, cili me gabimet e veta, një farë forme, i dha mundësi lojtarëve të kombëtarës që dilnin vetëm për vetëm me portierin. Dhe çfarë nuk shkon me sulmuesit shqiptarë që nuk arrin të bëjnë gol, pasi nuk është era parë që dalin vetëm për vetëm dhe
topi nuk shkon në rrjet, po shkon në trupin e portierit ose del jashtë. Mos duhet një skemë me një numër 9 tipik. Unë mendoj që dy lojtarët e këtij sezonit për Shqipërinë që kanë pas marrëdhënie shumë mira me golin dhe me asistimin për golin, si Muçi dhe si Mehmeti nuk u shfrytzuan kundër një Polonie e cila ishte shumë e brisht në mbrojtje, ishte shumë e avazh, vetëm fal fizikut tyne ato mund kishin aftësi me fitu ndoshta dy luftimet në ajër. Por një Poloni me një mbrojtja jonë ishte shumë ma kompakte, shumë ma solide, kurse mbrojtja kundërshtare, kur menoni Mohamed Said hyse pa gjithat hapësi me sulmu hapësinën dhe me pasu për Bajramin, e kupton që ato kishin deficitet mëdha, ishin një mbrojtje e shpërndame, pa një lloj kompaktësie, nuk kishin koordinime. Prej momentit që ti e kupton që kjo mbrojtje nuk ka dinamizëm, nuk ka shpejtësi, është e frikësuar nga lojtarët tonë, atëherë këto dy lojtarë që ti ke me cilësi kaq të mira, duhet dishti si ti shfrytëzosh ti marr maksimumin, se janë lojtarë që çojnë të goli, janë lojtarë që kanë provu gjithë sezonin me shënu gola, janë lojtarë që kanë besim dhe e dinë se si shënojnë goli. Mendoj që trajneri bani zgjedhjet e gabume në aspektin e ndërtimit fazës ofensive. Nuk mendoj që Bajrami është një nanç ose një lojtar i cili mund. Bajrami ka kohë që kalon një periudhë vështirë, pavarësisht se unë e pëlqej shumë si lojtar. Ka pas një sezon shumë vështirë dhe kur ti nuk merr minutazhin e duhur, kur nuk i ke kante forta, kur nuk ke atë besimin që duhet në pas, sigurisht që edhe rasti i tillë mund të humbet, sepse ne kena pa që Bajrami në ditët e tija më të mira ka shënuar gola spektakolar, edhe në eliminatorët e Evropianit, edhe kundër Italisë, por në këto momente nuk ishte Bajrami lojtari që mund na zgjidhte ne meshin. Sigurisht që Bajrami është pjesë e rëndësishme e ekipit kombëtar, sigurisht që ai mund t'japte kontributin e tij 25-30 minuta çoto pjesën e dytë, por pa një sulmues nanç tipik me lujtë kundër Polonisë, më duk pak si e pa logjikshme, megjithatë kjo ishte zgjedhja e trajnerit. Edhe trajneri ka drejt deri momentin që ati për zgjedhjet që ban i dalin suksesshme. Prej momentit që gjanat nuk shkojnë mirë, atëherë sigurisht që ka edhe përgjegjësitë që duhet me i marrë dhe me i pranu. Kur flisim për përgjegjësi, e kemi fjalën për skema taktike të cilat ndryshohen apo dhe përgjegjësi diçka më të rënda sa i përket eliminimit. Pasi e përmendëm, zhgënjimi ishte i madh për hir të vërtetës, pasi përballë nuk kishin një kundërshtar që siç kemi parë në të shkuarën që qëllonte të ndeshëshe me Hollandën, me Gjermaninë, me Anglinë, ishin kundërshtarë të cilin edhe kishin mundur më parë. Unë thash, ishte një kundërshtar plastik, nuk ishte një hekur kundërshtar, ishte i përban prej përbërsave, ishte një kundërshtar krejt normal, jo i rrezikshëm. Normalisht ne kur guxum me sulmu, ato krijun panik, ato nuk ishin të sigurt, ishin shumë nxitum, ishin një kundërshtar normal, as pak i vështirë për të mundur në fushën e tyre. Po siç e thash, kur ke një Lewandowski i cili luan për një moment, kur ke një Lewandowski i cili në goditjet standarde, sigurisht që duhet ketë një lojtar që i përshtatet lojës me eliminu në luftën e ajër, nuk ka pse Lewandowski në përfundu tek shtylla dytë në dy luftim me Hysajn, edhe nuk mendoj që kjo është zgjedhja e trajnerit. Po unë pyetja që i baj vetë, unë kam luajtur qendërmbrojtës, edhe unë e di që një qendërmbrojtës gjithmonë është i angazhuar për të marrë qendërsulmuesin kryesor të kundërshtarit. Ku ishte lojtari, pse duhet në të nivele me bë këto gabime elementare.
Pra këto gabime ne na lajnë mrapa. Këto gabime nuk na arrisin, janë gabime të vogla që por çështje mentalitetit, nuk e kuptoj, por për me rrit nivele të tilla nuk mundesh me gabu kaq thjesht, nuk mundesh me mos mu angazhu, pra kjo është edhe çështje kulture, çështje disiplinët, janë gjana që duhet me riparu, se përndryshe do t'ishim finalet të play-offit, po mos gaboshim në dy momentet. Edhe Zelinski që marrë topin para zonës Lepsis, sigurisht që ai duhet të ketë një kundërshtar, një gjashtë që luan para që dy qendërmbrojtësave, që duhet me majt afër, me bloku goditjet e tija, sepse është i rrezikshëm. Pra i kishte gjithë kohën e duhur në dispozicion me marrë shënjestën dhe me ekzekutu goditjen. Pra kishte sekonda, në futbollin modern nuk lejohet domethënë kaq shumë hapësina. Ne ishim pak kavalier me kundërshtari shfrytëzoi cilësitë individuale edhe shënoi 2 gola që e çun atë kundërshtar në finale dhe ne jena jashtë finales. Sigurisht një rast u hum nga Bajrami, rasti tjetër u hum nga Pilo, një lojtar i ri i cili debutoi me kombëtaren në Varshavë dhe sigurisht nëse themi do kishte shënuar, do kishte hyrë në histori, por nuk shënoi dhe tani na mbetet të analizojmë zgjedhjen e trajnerit i cili vendosi që të angazhonte pikërisht të lojtar dhe jo në një, më themi, sulmues tjetër që përmendëm pak më parë. Si e shihni angazhimin apo futin në fushën e blerë të Pilos, i cili kishte praktikisht 0 kontribut për kombëtarët? Edhe kjo është një zgjidhje e trajnerit. Trajneri e din shumë mirë që një lojtar me cilësi defensive nuk mundet me pas cilësi të mira në fazën sulmuese. Pilo nuk është një lojtar është pak a shumë ai luajti në rolin e mesfushërit të avancuar të majt, zoni roli i tij primar është mbrojtës i majt. Sigurisht shumë bukur në atë pozicion mund të angazhote ose Muçi ose Mehmeti, cilët janë të dy lojtarë që njohin mirë pozicion dhe në fazën sulmuese janë shumë të rrezikshëm. Pilo sigurisht që e humbi rastin, po këto lloj rastesh kur nuk e ke sensin e golit, kur nuk i lidhur, nuk e marrë të mirë me golin edhe humen, sepse ai bani gjanë e durën e goditi topin, e goditi poshtë. Pati ti i keq që portierit normalisht me durë në kam të portierit. Sigurisht që për Pilon ka gjenë një shkënjim i madh, por unë nuk mendoj që si Bajrami, si Pilon nuk duhet të kryqëzohen tani për gabimet që bën, sepse janë momente që nolin. Ato janë lojtarë të rëndësishëm për ekipin kombëtar, nuk ishin ditën e tyre më të mirë, por nuk mendojnë që këto raste humen neshin. Mendoj që edhe gabimet që ne bëm humen neshin. Duhet me analizu edhe gabimet fazën sulmuese, por edhe atë që bën pse i psove të 2 gola. 2 gola shumë të thjesht, nuk i psu. Se në përgjithësi mbrojtja ishte shumë anë, por në 2 momente e humen për qëndrimin, 2 momente u çakordua, nuk kishim koordinimin e duhur. Në këto 2 momente na krijuan pra humje. Dakor, ne flasim për rastet e humana, por prapë unë tham që më bë gol është çaja më e vështirë. Arsye pse këto si Bajrami, si Pilo normalisht pse nuk shënon është sepse çdo gjë ka një arsye. Çdo gjë ka një arsye. Edhe vjen keq, por të shti ka marru çdo gjë, edhe ne mundena me bë sa do kritikun, por duhet ato që kanë përgjithësitë me na dhënë shpjegimet e ndershme dhe drejta, sepse unë vërveti e kam shumë vështirë me akseptu që një lojtar si Mehmeti, pra unë e njoh shumë mirë futbollin britanik, e njoh shumë pak futbollin italian, por jam i sigurt që ky futbolli britanik është shumë i vështirë me qenë i suksesshëm, sidomos për lojtarë shqiptar.
Pra ky Mehmeti që lunë këtë futbolin agresiv, tegër, shpejt, dinamik, në ma të shpejtit në botë, në ma agresiv botë, është i suksesshëm të një klub i cili ka pretendime mu rrinë Premier League. Ky Mehmeti si ka mundësi mu i njëru për 90 minuta, sepse ai djali ka marrë goditje psikologjike, në aspektin psikologjik ai nuk ka ritme e kuptu si s'ka mundësi mos mu shfrytzu si ati, sepse ti e shikon edhe në gjatë nxemjes, ai djali ishte shumë i zhgënjym, sepse për mu është pa drejtësi, normalisht të pa drejtësina nuk duhet me no, ne duhet me i dalë zot, sepse ai është djali një i prinit, edhe djali që e ka meritu me kënd ekip kombëtar, është djali që ka lanë maksimumin të klubi vetë me meritu shansin. Pra në një moment tillë që ti e ke lojtarin për me bë diferencën, për me e shfrytzu nuk e shfrytëzon. Këtu çka ka këtu, se këtu ne e kuptojmë si funksionojnë gjanat në futboll sot. Pse nuk duhet me lanë Cezarit atë që i takon Cezarit? Pse duhet me pas, domethënë me ndërtu këtë marrëdhënie me lojtarin, pse me demoralizu, pse me ja kriju domethënë një situatë vështirë, në një kohë që e ketë thjesht me shfrytzu, sepse as Manaj nuk kishte, as Daku nuk kishte shumë mangësi në fazën ofensive. Jepja djalit atë që meriton, sepse është i rëndësishëm momenti i lojtarit mu shfrytzu. Pra një lojtar të momentit ti nuk e shfrytëzon, e ke në dispozicion nuk e shfrytëzon, kur do me e shfrytëzu? Në cilin moment, se tani ishte momenti me shku në finale. Kjo është ajo që mu vjen keq për këtë djalë, sepse jam shumë i sigurt që shumë futbollista shqiptar, ndoshta edhe më të mirë të elitar, e kanë shumë vështirë me kënd suksesshëm në ligën angleze. Prandaj shumica përshtaten futbollin italian, sepse këtu është shumë vështirë me mjetu. Po ky djalë jo që ka mjetu, po ka meritu, e ka marrë maksimumin domethënë e respektit prej grupeve që punon, edhe prej klubit që ka domethënë shumë i vlerësuar. Dhe tani e zhgënjehet, demoralizohet, edhe i krijohet një shije jo e këndshme. Edhe ai ka dëshirë me kontribu për kombin e vet. Edhe nuk ka të kërku diçka më shumë se meriton, po jepja për atë që meriton, dhe ti nuk ja jep. Dhe kjo nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë. Sipas jush ishte një menaxhim jo i sakt, jo i dur nga ana e trajnerit Silvinho, apo mos futja e Mehmetit lidhet me elemente të tjerë të cilat rëndom diskutohen për futbollin shqiptar? Shqipnia është vend i nepotizmit, Shqipnia është vend i korrupsionit, kena shtetin e korruptuar, mentaliteti shqiptar është i korruptuar, Mehmeti ja djalë punëtor, prind të tij janë njerëz punëtor, kupton, ato e kanë mrit çdo gjë me mundë me sakrifica. Unë si prind vjen keq, edhe kam një zallë që jo se e njoh Mehmetin, se kam njoft as se njoh, as se kam takuar as edhe herë në jetën time. Por shikoj atë që ai bën aty te fusha e futbollit, shikoj atë që ka provu të Bristol City dhe provon sot të Ipswich Town. Edhe më vjen keq sepse është një djalë me plot fjalën e vërtet, tham që i ka tana karakteristikat dhe tana cilësitë me kandidatar i suksesshëm në ekip kombëtar. Nëse trajtohesh pastaj në këtë mënyrë, kjo është e dëmshme dhe nuk guxon kush me bazë Zotin, domethënë që unë jam Zoti, edhe neve diktojnë. Nuk guxon me marrë kërkush rolin Zotit, thonë se Zoti është tjetër gjë. Por këtu në Shqipëni ka shumë njerëz që dojnë me bë Zotin, me marrë rolin e Zotit, edhe këtu gabohet. Por më vjen keq thash sepse djalit i ka humbur shansi i karrierës. Edhe ky moment për me shku në botënor, po t'ju jep të shansi e do t'ishte i suksesshëm. Pse se ishte gati, e kupton ti një djalë që ka punuar shumë, që ka duruar shumë, dhe po pret momentin dhe ti e injoron, e lën 90 minuta në stop. Këtë unë se pranoj. Edhe Silvinho, ose kush do me kenë Mourinho, që me thonë Ferguson, zguxon me ja bë këtë djemve shqiptar, sepse ne duhet me mbrojt njeriun ton, edhe duhet me çu zanin, edhe nuk ka nevojë me na kallëzuaj ne, jena Brazilia, nuk jena Brazili.
Ne jena një kom që kena futbolistat tonë në dispozicion të gatshëm me luajtë, si që ka Kosova. Jepi shansin, jepi meritin ati që e meriton. Edhe kaq, pastaj se qa provove tjetër gjapo, jepi shansin njerëzve. Këmë dëshirëmin tuaj, fati i trajnerit Silvinjo vendoset pas miqësores me Ukrainën apo stoli kombëtarës do të vijojë tjetë në drejtimin e tij? Po nuk më intereson fare stoli kombëtarës të Silvinjos. Si me kanë Silvinjo, si mos me kanë Silvinjo, nuk ka një nërshim të madh. Kupton, kombëtarja shqiptare nuk e ka bërë hapin e rrallës për me shku në përpërë. Për me shku në Evropiane kena bërë hapin e rrallës në Pipjacin, kena pas pritshmëri, tani ishte momenti me të regua, kena nërtu ne kulturën e mjaftueshme profesionale, për me mrit nivelin më të lartë, ai kena arrit ne ato kritere që duhet me arrit për me mrit nivelin botnor, sigurisht që Silvinjo i mori maksimumin Shqipërisë, mundet edhe me qëndru, unë nuk e kam personale me Silvinjo, nuk kam diçka unë se njoh, nuk më intereson, por dy gjana duhet me ditë Silvinjo që ka njerëz që e kuptojnë futbollin po aq mirë sa ai, pavarësisht se s'kan lind në Brazil, s'kan pas mundësit me lujt domethënë me kombëtarën e Brazilit. Futbolli është i thjesht, je profesionist, je i disiplinum, ke rezultatet e klubit që punon, shikohen cilësi që ke, e pastaj shfrytëzohet elementi. Kjo është ajo që unë kërkoj që djemve në jullon hapi. Kush e meriton, e meriton. Jo, kjo është i këtij, kjo është i atij, kjo nuk në tlen me ecë përpara, dhe është kulturë dhe mentalitet që ka me na majtë në ngrohtë gjithë jetën. Edhe kush vazhdon me punu me këtë mentalitet, kur progres nuk ka me bë. Sepse në futboll luhet ndershëm, luhet burrnisht, luhet me tërni, me guxim, e përgatitesh ti për me kënd, pra me pas cilësitë e guximtarit, tërnit, burrit edhe profesionistit. Kjo do një lloj rrugtimit për me mrit të nivele. Kështu që nëse kanë njerëzit mentalitetin e tillë, kena me mritje në botnor. Po nëse punojnë me mentalitetin që funksionon në kulturën që është instaluar këto 35 vjet, sidomos në sistemin shqiptar, nuk ke shans me mrit. Nuk ke shans me mrit. Mëse qartë, kapiten, sigurisht që djemtë e kombëtarës shqiptare nuk është se na bën më krenar se çdo herë tjetër për shkak të rezultatit, por nëse flasim për djemtë e kombëtarës tjetër shqiptare të Kosovës, duket se dolën kokë lart në Bratislav, nuk u dorëzuan deri në moment fundit dhe arritën të merrnin një fitore që nuk ishte lehtë për hir të vërtetës për shkak edhe presionit që i kishte në ambientet e stadiumit.